Allahut mëshiruesit mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, të nderuar ju, motrat tona, të rejat dhe të ri, familjar, zënës të dashur, ju mysafir të cilët keni ardhur nga vende të ndryshme, shoqata të ndryshme që veprojnë këtu në Austri dhe Ljetiu, kryetar të shoqatave të ndryshme, i nderuari kryetari i Xhamisë Bashkimi, zotëri Zumret Ademi, kryetari i Alkigut Vajdin Efendi Beluli, tani kemi edhe musafirin nga Basia Islame e Kosovës, magistër Ekrem Simnica, shumë i respektuar musafir, i ftuar enkas për këtë ditë madhështore, gazetari i njohur, zotëri Nuhi Vytyçi, kryetarja e shoqatës së gruas Medina Sahiti, kryetari i Tafebandit, zotëri Arlin Rexhepi, dhe gjithë ju të pranishëm që keni ardhur sot të shënojmë këtë ngjarje të madhe për ne si shqiptar, ditën e flamurit dhe pavarësinë e Republikës së Shqipërisë. Nëntori, pra, llogaritet muaji i shqiptarëve, sepse në këtë muaj shënohen ngjarje nga më të ndryshmet që kanë rëndësi të madhe për ne si shqiptarë dhe për historinë tonë, siç është dita e alfabetit të gjuhës shqipe, dita e flamurit Kuqezi, pavarësia e Shqipërisë dhe lindja e komandantit legjendar Adem Jasharit, i cili ka lindur pikërisht në këtë muaj. Ne si komunitet shqiptar që jetojmë dhe veprojmë në këto vende, shënojmë këtë ngjarje historike me programe të ndryshme, me qëllim që mos të lihet në harres përjardhja jonë se kush jemi dhe nga vijmë, dhe mos të harrohen datat tona të rëndësishme si shqiptar, sepse këtë e kemi obligim për fëmijët tanë, të cilët ne nëse nuk i angazhojmë me programe të tilla dhe nëse nuk ua tregojmë historinë tonë, atëherë me dorën tonë kemi vulosur asimilimin si kom, që këtë besoj se askush prej nesh nuk i dëshiron. Prandaj ky program i shoqatës Bashkimi, i cili tani më shumë vite pa ndërprerje shënohet me organizim madhështor dhe me të ftuar special nga trojet tona, ka zënë një vend të veçantë në mesin e shqiptarëve që jetojnë këtu në Linz. Dhe unë lut Zotin pa marrë parasysh rrethanave si vijnë, mos të lihet në harres dhe të mos organizohet një program i tillë siç është pavarësia e Shqipërisë dhe dita e flamurit më të bukur në botë, flamurit Kuqezi me shqiponjën 2 krenarësh në mes të tij. Sepse na mallkon historia dhe gjaku i atyre që i dhanë jetën për Shqipërinë, për Kosovën dhe për mbrojtjen e shqiptarëve jashtë kufive të saj dhe për ruajtjen e gjuhës më të bukur në botë, gjuhës shqipe. Ajo më e vështira ka kaluar. Shqipëria tani më është 113 vjet shtet, Kosova 17 vjet shtet, dhe tani më neve na mbetet vetëm të punojmë për të mirën e vendit tonë dhe natyrisht i ruajmë vlerat tona kombëtare dhe historinë tonë, sa të dhimbshme, po ashtu edhe të lavdishme. Ky nëntor i këtij viti na gëzoi edhe me 2 ekipet tona të Shqipërisë dhe Kosovës që tani më janë në play-off për kampionatin botëror në futboll. Dhe kjo rastisi pikërisht në muajin nëntor që të shënohen edhe këto ngjarje në këtë muaj të shqiptarëve. Rob populli shqiptar i lavdi dëshmorëve të kombit gjatë historisë. Tani përpara jush ftoj kryetarin e shoqatës Bashkimi, zotëri Zumret Ademi, për fjalë përshëndetëse. Nderuari zotëri Vytyçi, nderuar anëtarë të shoqatës Bashkimi, nderuari kryetari i komunitetit musliman shqiptar të Osrit, zotëri Beluli, nderuari drejtori i BFI-së të Kosovës, zotëri Simnica, nderuari imam zotëri Alini, të nderuar ish kryetar, të nderuar përfaqësues të shoqatave shqiptare në Linz, të nderuar të pranishëm. Më lejoni që në emrin tim personal dhe në emrin të kryesisë të kuvendit të shoqatës islame, sportive dhe kulturore shqiptare Bashkimi të ju uroj mirëseardhjen dhe një herë t'i përshëndes edhe t'i falenderoj për pjesëmarrjen të gjithë mysafirët tonë, duke filluar nga mysafiri special
gazetari dhe shqiptari Zotin Uhi Pityqi, përfaqësues të shqiptarët të shqiptarët të Lincit, përfaqësues të arsimit të gjuhës shqipe këtu në Linc, i shqiptarët të gjithë të pranishmit e veçanërisht ju të dashur fëmijë. Sot kam deri që në këtë ditë feste me rastin e 28 nëntorit pra datës së pavarësisë së Shqipërisë të ju përcjell urimet e sinqerta për këtë festë bashkëkombëtare dhe historike dhe vash Zoti që edhe shumë data dhe festa si kjo festojnë bashkarisht edhe në të ardhmen. Në këtë kontekst më lejoni që të falenderoj mysafirin tonë special Zotin Uhi Pityqi dhe më në fund më lejoni që të shpreh një falenderim të posaçëm stafit organizativ dhe të gjithë ata që dhanë kontribut në organizimin dhe mbajtjen e këtij manifestimi. Duke filluar nga imami, antarët e kërësirë të kuvendit, stafit për mediaze, inqizime dhe stafit të artistëve. Pra edhe njerë faleminderit të gjithë për pranimin tuaj dhe për vëmendjen. Ne ftojmë zënësen tonë Larta Flugaj të recitoj poezinë pikrisht të quajtur Nëntori. Eja Larta. Nëntori, edhe pse e vogël jam, shumë guxim në zemër kam. Për nëntorin të këndoj, që atë bejon të nderoj. Për këtë ditë e lavdruar, të gjithë jemi të gëzuar. Për simbol të shqiptaris, roh nëntori i liris. Tani kemi një poezi djali shqiptar të cilën e sjell para jush Shadan Bajska. Hajde. Djali shqiptar, unë jam një bie shqiptare e shqipnin e du. Kujdes nga i lajpore e deshe me ndëru, se ne atë kemi nënë, prandaj së të lovën kur duke e thonë. Unë jam një bie shqiptare e shqipnin e du. Unë jam një bie e lirë du me mbetë. Për qëvar të që vahire e shqipnin se ja për jetë. Unë komen kur s'kam me muhu. Gjithmonë kam u tiftu. Unë jam një bjerë apnore shqiptar besnik i lirë. Ftoj para jush Amra Ferizi me poezi O vëlla Adem Jashari. O vëlla Adem Jashari, në atë mars 98 shkrepi pushka u të mali, i tha servis Adem Jashari, nuk dërzohën për së gjalli, legenda e liris t'i linde në ditën, që u ngrit flamuri prej kazit ku të dërë gjaku, i qa u shpirti i ndriti nuri. Griu Adem Jashari, griu të këndojnë betimin, sa u që këse mban vari, të mos të harojmë qëllimin. O vëlla Adem Jashari, të prek pushka varë nderë, të kërkon Kosova mbare, i duash komit dhe njëherë. Të mbresh larta të flamur, puthën nga mëngjesi liri, se cili lullet e oborit, kur pragun e ke me shkim. Nënës ti shuash atë malë, dhe t'ja fshish lotët nga sytë. O vëlla Adem Jashari, tremë si ti nuk astët. Faleminderit Amra për këtë poezi të bukur dhe tani është dhe dita e flamurit, si shmuaj këtij flamurit të bukur, ftoj para jush Amra Skënderi me poezi Portret në flamur. Hajde Amra. Portret në flamur, e shih në Shqipën e qelë, si shkëlqen në djellë, me klithman e liri, kjo është një fantazi. Mesazha jo sjell, te mos e zë njeri, te roj me njerëzi, simbol të qëndroj, magji të në bëj, portret në flamur, liria të roj.
Tash nga Kosova shkojmë në Shqipëri, në tokën mëm. Ktoj para jush Omer dhe Klevis Noka me poezi për Mëmëdheu. Hajde në Shqipe. Për Mëmëdhen, vraponi burra se s'ka me prit, të vdesim sot me besa bes, pram flamurit të koqë janë ngrit. Pram flamurit, me shpatë zhveshur shqiptarisht, për vjen e babës e të burrit, kemi me vdekur sot burërisht. E drini plak me oshetima, mbi Shqipërin, valet po drejt. Tos dhe gek si vete tima, armikët vini se erdi dita. E janë i burra malit përpit, duke u betuar vdekja liri, se s'ka më ëmbël në këtë jetë, kur vdes shqiptarit për Shqipëri. Përsëri me një poezi për komandantin njëndidar Azhem Jashari, të cilën e sjellin para jush Erisa, Hira dhe Rihana Senje. Urdhëroni. Sikur gryka e vjeshkave të sharit, je hanzeri I Adem Jasharit. Kush është trim e kush është djalë, sot atë dhejot, zot me I dalë. Syrin koke, shqipe malli, gjoksin vjeshk, kesule mbisu, tu ban trimat, të red kushrimi, besa bes, sot për liri. Për gjaksorin, më shire mos të keme, mos korizin fisë farë, kush është trim e kush është djalë. Sot adeot, sot me I dalë. Mos me thani se vdiq, mos me thani se nuk është ma. I miri e I bukri I nenës, është në zemër tashme. Mos me thani ku e qëlluan plumbat, nena e ti, ne klaharur, qelen buzhullet të gjakut, si lule kuqet në të dhurë. Mos me thani se zven ma, do e pres të pragu I deres, e aj do të vi si gjithme, si kur fladi I praverës. Do të vi si agimi ditës, zemra e nenës do të vi. I driqem si reza e dilit, ma gjep si hylim. Mos me thoni se jam me vetme, se kam betur filli ka. Aj do të vi me shokën e të vëj, pushkën do e varë një shtratë. Mos me thoni se vdiq I birë, aj ka renë, por nuk ka vdekur. Në fundin e liris, kur ku ishte nisur, duhet dhe gjak për të arritur. Si cili prej tyre kishte malpëra dhe, por mbi të gjitha një dëshirë. Ta zhdukin e rësirën e rend, që Kosova tjetoj e pamvarur dhe e lirë. Mos me thoni gjak, mos me thoni, aj do të vi rishta si atë në jetës. Shien I lotin dhe shikoni lartë, aj është mbi bjeshkët e drënicës. Tani ne I këndojmë edhe vendit tonë, natyrisht si gurbeqar në këto troje, në këto vende, na merr madhe për vendit tonë. Dhe uftoj para jush që na sjellin poezi vendi im, Aldina Shabani dhe Amra Aslani. Eja. Ti këndoj Adem Jashari, ti këndoj. Tash sa vjet se qete kozin dhere qakun. Tash sa vjet. Ridhe me dohen, për Shqipërin, sytë e mi me lotë janë mbushur,
në kurbet humbarini. Malli I tokës, malli I nënës, në theret në qunë, o vidi, o nën, I theras dhe orë. Ngrihe me të merë, e endur në të erur, s'jam në vendin tim, e trupi më vend, kaluan kaq vite që unë po qaj, në telefon të gjaj veç vaj. Valë, Zoti, a do të me ndihmoj, apo vet ajt me malë kosh? Sa letra janë harxuar, sa mallën në të kam pasqyruar. Atë dhe ju tim, unë s'jam e nduar, se jetën time si kam përstaquar. Ta jap fjallën atë dhe u im, që do të vrirë si pula borda në agent. Tani ftoj para jush për një fjalë përshëndetje drejtori për diasporë nga BIK-u I Kosovës, Magjistër Ekrem Simnica. Bismillahirrahmanirrahim. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe shpëtimi I Zotit qoftë me ju. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuari kryetarët I Arkikut, Vajden Efendiu, të nderuari imam I xhamisë apo I qendrës bashkimi këtu në Lens, të Austrisë, Zotri Azizi, të nderuara kryesi, të nderuari kryetar, të nderuar kryetar të shoqatave, këto që gjendemi në Lens të Austrisë, të nderuar pjesëmarrës, I nderuari musafir e nkas, gazetari I njohur, Zotri Lohiu, dhe të gjithë ju që sot jeni prezent në këtë manifestim madhështor, e që s'ka desh Zoti që edhe ne të jemi sot pjesëmarrës dhe të ndajmë këtë gëzim së bashku me ju. Falenderojmë drejtorin për diasporë nga BIK Kosovë, Magjistër Ekrem Simnica, për fjalët e tij. Dhe tani kemi një video incizim përgatitur nga eksperti për këtë çështje Zia Demiri, të cilin e falenderojmë për gjithë punën teknike që ka bërë. Një video incizim me fëmijët tanë gjatë një ore mësimi në xhamin Bashkimi, orë të cilën ja kemi kushtuar pavarësisë së Shqipërisë me nxënësit dhe natyrisht duke bërë ushtrime për himnin kombëtar. Ju ftoj që ta përcjellni. Gado që të shkoj, heci ditë e natë, bysin zoq të malit nuk me lënë regat. Pysin ato më pyesin, si kur nuk e din, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rinë. Pysin ato më pyesin, si kur nuk e din, ku shkojnë kosovarët, pse në Kosovë nuk rinë. Nga do që të shkojnë, këndon të babi im, nisi në përbon, në prisja në Prishtin, mezi mes të mi, dhe ta përqafoj, me madhe dashuri. Nga do që të shkojnë, je unë këngë ti, malin ka në shpirt, prushe dashuri, zërin ti I ngrot,
Mezi pjesë mi, dhe ta fleqakoj me vërë dhe dashuri. Nga do që të shkoj, jemë këngë ti, mali nga në shpirt, nushe dashuri. Zëri ti mi ngroj, forti lidh ka bashk, Kosovë është të turi. Dërse jam i vogë, ka të drejta ti, se në dorën tonë ka që të vi. Vërë më trego, kur të vëndje, Kosovë është të turi. Dërse jam i vogë, ka të drejta ti, se në dorën tonë ka që të vi. Vërë më trego, kur të vëndje, Kosovë është të turi. Jam shqiptare Kosova, sot e krenar. I kërkuaj që kanë si te, kanë batan e kanë atë dhe. Unë jam tu, kur s'kish njeri, as kish kufi, as qitëri. Unë jam tu, kur mali si, me kanë
Tani ftoj para jush kryetarin e Arkigut, Vajdin Efendi Beluli, për një fjalë rasti. Më lejoni që në emrin tim dhe në emër të komunitetit shqiptar musliman në Austri, t'ju uroj festën e pavarësisë 28 nëntorit. Tashmë duket se nëntori soti sikur e ka bëte bekuar për shqiptarët, gjithë festat që kanë kaluar në përhistori, mendoj se këtyre sukseseve po ju shtohen edhe sukseset tona. Prandaj, nëntori është i rëndësishëm dhe është sukses i shoqatës kulturore sportive Bashkimi, sepse tashmë është bërë tradicionale dhe kjo punë, kjo skenë të cilën po e shihni për ne, ndoshta mund të duket e vogël, por është një punë kolosale, sepse do të mbetet në kujtesën e gjeneratave tona, fëmijëve tanë të ardhmës sonë. Prandaj përgëzoj hoxhët, kryesin dhe gjithë juve, vëllezër e motra, që jeni aktiv dhe që jepni kontributin tuaj për t'ju dhuruar fëmijëve tuaj atë që është e shtrenjtë, dhe urime festat e nëntorit të gjithëve dhe inshallah shihemi në takimet tjera. Urime edhe në vitë. Falenderojmë Vajdin Beluli, kryetarin e Arkigut. Dhe tani shkojmë me një poezi të cilën do ta sjell Mimoza Isufi, poezia titullohet Mamadheu. Ta ndjek. Ej, si shqiptare mërë, oli shqipti së djetër, djetë e mimër, poezia dhe me shëleter. Mamadheu, Mamadheu quhet toka, ku më ka rënë koka, ku më ka dashur më me atë, ku më njeh dhe guri i that, ku kam pasur shtëpinë, ku kam njohur Perëndinë, stërgjishët ku kanë qenë, edhe vara që ka në vënë, ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time, ku kam fise, ku kam farë, ku kam qeshur, ku kam qarë, ku roj me gaz dhe me shpresë, ku kam dëshirë të vdes. Tash Kosova ime e dashur, poezi të cilën e sjell Besa Skenderi. Hajde Besa. Kosova ime e dashur, Kosovë e shanjt, Kosovë e shtrajnë, te urojmë miqt që je bërë shtet, te ruajmë si syt, te ruajmë si driter, jemi të gëzuar që këtit e priter, talin folen tënde, zoqt pushojnë të lirë, si në Kosovën tonë, nuk gjenë vend me mirë, urime Kosovë, urime, dita e pavarësis, për ty u fliuan, bite shqiptaris. Një poezi të titulluar Nëna ime, të cilën do ta sjellni para jush Hana dhe Mona në Çikli. Se nga oroj e utrimat kanë me flet, shqipet me dy flet. Po gjithmon Kosova e gjapun bona ngrit, nise për poshare e trim mujtin alit. Ti je si një lule, na një mrekulli, te kjo botë madhe, tjetër s'ka si ti. Ti sjell ku me diell, e jo ku me shi, e ki zemrën e bardhë që se ka njeri. Në jetë të tërë, kur nuk je dërzuar, je bërë si ilaç, neve na ke shëruar. Një dhurat e bukur na ka bërë në Zoti, kur se ras une, ne në ndjemon edhe moti. Për ti nana ime, të këndoj në jetë, kur jam duke fjetur,
Disa fjalë me fletë, me duart e tua ti më përkërdhel, sa të dua nënën nga zemrës me del. A thua ka fjalë më të bukur se nën, dhe me sa emocion e sollën Hana dhe Mona. Dhe tani tekniku im zjarritër na sjell disa fotografi të cilat janë të përzgjedhura, shkurt, 1 minutë e gjysmë, 2 minuta, t'i përcjellim dhe pastaj vazhdojmë me rrjedhjen e programit. Edhe njerë du të falenderoj kolegët e mi Asim Ibrahimi dhe Recep Sahiti për ndihmën dhe mbështetjen rreth programit, jo vetëm sot, por gjithmonë. Falenderoj kryesin, kuvendin, trejat, shoqatën e gruas dhe gjithë ata cilët kanë ndihmuar në çfarëdo mundësie që kanë pasur, u jam shumë mirënjohës, sepse i vetëm nuk mund të bëhet asgjë e jo një program kaq i madh, sepse është dashur javë e muaj përgatitje për të ardhur deri në këtë moment. Prandaj ju falenderoj gjithëve, po ashtu edhe teknikun, kameraman, fotografist dhe gjithë juve që jeni prezent. Zoti ju shpërbleft dhe faleminderit për krejt ndihmën tuaj për gjithë këto vite. Përmendëm më herët se 28 nëntori është edhe ditëlindja e komandantit legjendar Adem Jasharit, prandaj ftoj para jush Elmir Kryeziun që të na sjell disa informacione për Adem Jasharin dhe familjen Jasharit. Urdhno, Elmir. Përshëndetje të gjithëve dhe ju falenderoj për durimin. Realisht flasësh për familjen Jashari, sa është nder apo është privilegj i veçantë, njëkohësisht edhe emocion. Kjo familje prej Prekazit është simboli më i madh i sakrificës, qëndresës edhe luftës për lirinë e Kosovës. Prekazi si vend u shndrua në zemrën e UÇK-s. Në qendër të kësaj historie qëndron edhe emri i komandantit legjendar Adem Jashari. I lindur në vitin 1955 në Prekaz, Shoqëria njihej për guximin, besën, por edhe për dashnin ndaj tokës të popullit të vet.
Kur filloi organizimi i UÇK-s, ai u bë një prej themeluesve dhe komandantëve të parë të rezistencës ndaj regjimit të famikesh. E dinte që liria nuk vjen pas sakrifisë, prandaj nuk u takosh kurrë prej rrugës që e kishte nisë. Shtëpia e tij sot në Prekas u shndron në bazë të luftës për liri. Së bashku me vëllain Hamzën dhe krejt familjen ishin gati për të filluar për atë veg. Në marsin e 1998-s, forcat serbe bën rrethimin e parë dhe sulmin më të madh kundër familjes Jashari. Qëllimi ishte të priteshin. Adem Jashari, së bashku me vëllezërit e tij, u munduan që të kthenin rezistencën e popullit shqiptar, por realisht ndodhi e kundërta. Prej asaj dite u ndes edhe më shumë zemra e popullit për liri. Familja Jashari, prej fëmijëve e dërit të moshuarit, qëndruan bashkë, së bashku me Ademin e Hamz Jasharin, nuk pranuan dorëzimin. Mbi 50 anëtar të familjes ranë dëshmor, të dhanë jetën për Kosovën që sot ne realisht fiksojmë edhe lirinë. Sakrifisa u bë pikë kthese e luftës çlirimtare. Prekazi u shndrua në simbol të krenarisë edhe të kuzimit shqiptar. Familja Jashari sot nuk është vetëm një histori, janë frymëzim për brezat e sotëm e të ardhshëm. Është vend i shenjtë kombëtar e që emri i tyre lidhet gjithmonë me historinë e popullit shqiptar dhe me fjalën më të shmuar, fjalën liri. Mbetet komandanti legjendar dhe figura më e ndritshme e luftës për çlirimin e Kosovës. Lavdi e përjetshme për komandantët dhe gjithë familjen Jashari. Në përshtigjet e Drenicës, u bë kohë që kala mami, i mungon Kosovës baci, i mungon Adem Jashari. Nga Drenica në Dugagjin, beti bac Adem Jashari. Ashtë kodone për Kosovë e ashton si gjenit vari. Ah, me det Kosovë e lasht, ah, me det Kosovë e re, me legenda mike shekuj, ditët po i ngrys në varë. Çdo konak e ka një kag, një legjend, çdo vend e ka. I me qirë një luftëtar, brenda vari nuk i ba. Ah, me det e gjithë Drenica, gjithë Jashar t'i vrau shka. Ele shon zanin Azem Galica, Adem Jashari prej bunë mbahu. Vete tim apo mbjell Shari, nga Prizreni në rrugov. Vrap kam bet Shaban Polluzha, me flamurin e kuq në do. Boletini shtegut e malin, kraj ec Hasan Prishtinës. Hamz Jashari pa dal dita, jam blid zjarin vetë timës. Za legjenda na ka ba, për me le a për me vdek, jam i lir e dardar, jam batës këllë vdek. Shkrepi djelë me vetë tima, lisat moqë më shua mali. Në Kosovë ka radita, za ka ba Adem Jashari. Moj Kosovë me fytyrë rënane, moj Kosovë me zemër rrugë. Gjithë ata që ranë për ty, e lanë gjakun tek flamuri. Ushtria jonë çlirimtare, kanar burrat ku kanë qenë, por si lizat janë këthyn male. Rinë Prizren e rinë Dugagjin, në fush Kosovë e ne Prekas, rinë Qal e Caralev, rinë Jesec e në Karadar. Në UÇK të gjithë shqiptarët janë bavat e janë bamale, gjithë Kosova kala është ba, o me vdek, o me mbet gjallë. Ispoletini i marit ka zbrit, të gjurulli kalan varën, Azem Beta i ka i kshpelës, ku vendbajnë me Adem Jashari. Dorë e burit ashtë rëngu, por Kosovë me derë gjatë. Zanë një burit ashtë të gju, derë me derë e prak me prak. 1000 vjetë prej e pra, për lirije, për flamur. 1000 vjetë logore mete, e në sy pa vëgju. Ka 1000 vjetë në vizët tona, kemi le e kemi vdej, po kush e pulli këtë soj hasni, për me u vra vjetë për vjetë. Ashtë me male Kosova ime, i ka fusha të pas, djenë disa që ka kësebi, që rëzmin supeve e mbaj. I ka fushat me lule kuqe, i ka male dru të lartë, i ka agime të lot fëmije, i ka brende të larë në arë. I ka varat me amanet, i ka kangët lashtesi, i ka dasmat me flamur, cel legjenda ka në gjithë. I ka morë të ditë betimi, si ashtë kur i fjallën e ka, foli trimash ashtë atë. Mal me lisa qënë kam, ka ushtu e krejtë shqiptaria, Adem Jashari, Bur, Drenice, shkërqenë si prelut liria.
Shtek me shtek e nat me nat, dit me dit hasmi e ndjek, za I burrit shuhet kur, as me gjall e as I vdek. Her çdo ditë hasmi vjetër, me gjak, legjimi don me shpejt, ja vetnipat, I foshnjat, kullat dzak për herë ja dik. Za I burrit në përmal, za u lëshon gjithë shqiptarëve, mos e humbim aksion ton dhe te vramit e ngrim e varrin. Gjame madhen Kosovë ra, thuja sharit I shojt I shtjau. Historia na bani zan, na në Kosovë, ti sot bahu. Bia sharit ravur taja, bia sharit dekja sfali. U vra plaku, u vra plata, u vra foshnja, vajza djallit. 1000 vjet në bidheun tot, aq një vdekje si shtepar, shvac Ademi Majelisi për Kosovë ka mbet gjallë. Njerëz pa fund thret liria, dhe gjen buri kërkon malli, me kret lirinë e Kosovës, fytyrën nga Adem Jashari. Fryn në shar e ne jezert, ne drenic e në rrugot, se ndal vrafin a I bur me flamurin ton e du. Nuk ka vdek e as do vdese, a I bac Adem Jashari, ganimi vjet ne për luftera, ne për liri ka ra shqiptari. Falenderojmë zënës e trombejse në nderime Leila, Liana dhe Delfina për poemen për Adem Jasharin. Një referat për Shqipërinë e sjell para jush Hoxha Recep Sahiti, ish ushtari UÇK-s dhe tani veteran, dhe ne për herë të parë këtu në këtë vend dhe në këto troje po e prezantoj para jush edhe uniformën e veteranit të UÇK-s. Prandaj ta shijojmë këtu live këtë uniformë nga Recep Sahiti. Urdo, veterani Të ndëruar bashkëdhëtar, musafir të ndëruar, familjarë të dëshmorëve, invalidëve, veteran të UÇK-s. Më lejoni që të lexoj referatin mbi pavarësinë e Shqipërisë, po ta nderin dhe kënaqësinë që mund të më jepet nga Hoxha Menderes Halili. Falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe nder. Pavarësia e Shqipërisë përbën një nga ngjarjet më madhore dhe më të rëndësishme të historisë sonë kombëtare. Ajo shënoi çlirimin politik të shqiptarëve pas 5 shekuj sundimi Osman dhe krijimin e shtetit modern shqiptar. Shpallja e pavarësisë me 28 nëntor 1912, kulmi I përpjekjeve shumë vjeçare të ririndasëve, patriotëve dhe popullsisë shqiptare për liri, identitet dhe vendosje. Në fillim të shekullit 20, Ballkani ishte I trazuar nga luftrat ballkanike dhe nga rënja e fuqisë osmane. Shtetet fqinj si Serbia, Malizi, Greqia, Bullgaria synonin zgjerimin territorial dhe ndarjen e tokave shqiptare. Kjo situatë rrezikonte zhdukjen e Shqipërisë si etni politike e kombëtare. Gjatë dekadave të mëparshme, lëvizja e rilindjes kombëtare kishte punuar pareshtur për të zgjuar ndërgjegjjen kombëtare për ruajtjen e gjuhës shqipe dhe shpalljen e MVC-së. Figurat të shquara si Samir, Naim Frashëri, Abdul Frashëri, Hasan Prishtina, Isa Boletini, Luiz Kurakuqi e Ismail Qemailbeu dhe shumë të tjerë kontribuan në formimin e vetëdijes të përbashkët kombëtare. Ndërsa luftrat ballkanike përparonin dhe rreziku ndaj territoreve shqiptare shtohej, Ismail Qemali dhe patriotët e tjerë morën nismën për të përmbledhur një kuvend gjithkombëtar. Me 28 nëntor 1912, në qytetin e Vlorës u mblodhen delegatët nga shumica e krahinave shqiptare, përfshirë përfaqësues nga Shqipëria e Veriut, Kosova
Shqipëria e mesme, Çamëria dhe viset e tjera. Pas diskutimeve të gjëra, kuvendi mori 3 vendime historike. Shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë dhe shkëputjen përfundimtare nga Perandoria Osmane, krijimin e qeverisë së përkohshme të Shqipërisë në drejtimin e Ismail Qemajlit, formimin e institucioneve të para shqiptare shtetërore. Në balkonin e shtëpisë së tij në Vlorë, Ismail Qemajli ngriti flamurin e Skënderbeut, flamurin Kuqëzi, një akt që simbolizon bashkimin e shqiptarëve rreth një ideali të përbashkët kombëtar. Shpallja e pavarësisë ka një rëndësi të jashtëzakonshme për historinë dhe identitetin shqiptar. Ajo vendosi themelet e shtetit shqiptar modern, i dha popullit shqiptar të drejtë veçëverisje dhe përfaqësim politik, forcoi unitetin kombëtar pas shekujsh përçarje dhe sundim të huaj. E vendosur Shqipërinë në hartën politike ndërkombëtare. Megjithatë, pas shpalljes së pavarësisë doli sfida më e madhe. Konferenca e ambasadorëve në London në vitin 1913. Njohi pavarësinë e Shqipërisë, por caktoi kufi të padrejtë duke i lënë jashtë territorët më të mëdha shqiptare. Pavarësisht kësaj padrejësie historike, akti i 28 nëntorit mbetet themel i shtetit shqiptar. Pavarësia e Shqipërisë është një moment kulmor i historisë kombëtare që pasqyron sakrificën, dëshirën dhe përkushtimin e brezave të tërë shqiptar për liri dhe identitet. 28 nëntori nuk është vetëm një datë historike, por është një simbol krenarie dhe i bashkimësisë sonë kombëtare. Sot kjo akt historik vazhdon të jetë kur themel mbi të cilën ndërtohet e armja e Shqipërisë dhe kujtesa jonë kolektive. Urime, pavarësia e Shqipërisë, sot i bekov popullin shqiptar, të festojmë dhe urime lavdi të shmorëve. Andej shumë veteranit të UÇK-s, Hoxhës Recep Sahiti, dhe tani është rada për musafirin e ftuar Rekas për këtë manifestim, gazetarin e miqlor Zotrino Ibitiçi, por përpara se ta ftoj në skenë, ftoj Mir Kriaziun të lexojë biografinë e të ftuarit, të njihemi më përsa afërmi se kush është dhe për punën e tij të madhe që ka bërë gjatë jetës së tij. Të nderuar Pranishëm, të nderuar Zotri Bitiçi, të nderuar Zotri Osmani. Realisht ndjem shumë i nderuar dhe privilegjuar që më dha rasti që sot para gjithëve para këtij publike të mbullshëm. Realisht të ndjem nga afër ta lexoj biografinë tuaj të mbullshme. Si gazetar i karrierës, përboj 50 vjeçare, është i shohur në vazhdimsi për guximin dhe origjinalitetin e tij. Duke qenë gazetar dhe redaktor në televizionin e Prishtinës, TVP, Nuhi Bitiçi, së bashku me disa kolegë të tij gjatë kontiviteve të të dhjeta, me emisionet e tyre televizive, arrin të thyen cenzurën e rëndë që mbizotronte këtë medium, duke paralajmëruar kështu edhe ndryshimet të mëdha që do të ndodhin në vitet e 90-ta. Emisionet e Nuhi Bitiçit në programin satelitor të televizionit shqiptar gjatë mesit dhe fundit të viteve të 90-ta mbahen mend nga opinioni shqiptar në përgjithësi për guximin dhe informimin e mbi fill televiziv. Gjatë periudhës së luftës në Kosovë në vitet 98-99, Zotri Bitiçi me profesionalizëm ka udhëhequr ekipin televiziv në zonat e luftës. Ka raportuar dhe realizuar kronika dhe emisione televizive duke prezantuar në televizionet shqiptare në Tiranë, si dhe në televizionet me renome botërore siç janë BBC, CNN, Euronews dhe të tjera. Në këto televizione ka prezantuar dramën e popullatës civile shqiptare dhe masakrat e forcave serbe. Bitiçi si gazetar është dëshmitar i shumë takimeve të diplomatëve amerikanë dhe evropianë me udhëheqësit politik të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për përfundimin e luftës dhe gjetjen e një zgjidhje të qëndrueshme dhe të përbashkët në problemin e çështjes së Kosovës. Nga maji i vitit 2000, Zotri Bitiçi është angazhuar dhe si gazetar dhe redaktor në televizionit publik të Kosovës dhe është dalluar për raportime dhe dokumentare për zhvillime dramatike në Kosovë dhe rajon. Është autor i më shumë se 130 dokumenteve për luftën çlirimtare dhe zhvillimet e tjera në rajon.
duke ndjekur në mënyrë të veçantë anën humane të luftës për liri dhe botë të popullit të Kosovës dhe mbështjetjen e saj nga bota demokratike. Nuhi Bytyqi, së bashku me ekipin e tij të luftës, ka realizuar edhe disa filma dokumentare. Duhet veçuar në këtë rast filmin Mbjetesa, realizuar në vitin 2007, dhe atë Mbjetesa dhe shkolla, realizuar në vitin 2021. Ku Bytyqi është producent nikosisht edhe skenarist i filmit. Filmi Mbjetesa dhe shkolla ka fituar një sër çmimesh në festivalet ndërkombëtare të filmave dokumentare. Ka votuar po ashtu edhe memoaret e tij publicistike me titull Libri i luftës në vitin 2000 dhe monografin Gazmet Zajni një jetë për Kosovën në vitin 2023. Faleminderit të gjithë dhe përpara jush ftoj zotrin Nuhi Bytyqi për fjalën e tij. Kulturore islame dhe integruese të shqiptarëve që jetojnë në Lindës dhe rrethini bashkimi, ftesa që më bëri që unë kemi shoferit tim manifestimi me rastin e respektit mentorit përjetoj të 113 pavarësisht të shtetit shqiptar dhe të flamurit tonë kombëtar. Përveç të shoqatave të shoqatave tjera, në mesin e kësaj shoqate dhe të shoqatave të tjera shqiptarë në Lindës dhe në Austri, se dhe nga të gjithë kjo pjesëmarrës vrej për kushtimin tuaj të veçantë për të punuar dhe ashtëruar vlerat tona kombëtare. Sot në të tokë të huaj, por në shtetin mik austriak, zemrat tuaja vrahin në ritmin e në trungu të vetëm kombëtare. Nuk jemi këtu vetëm për të kujtuar, për të përforcuar besin dhe lidhin tonë të shenjtë me flamurin Kuqezi, për këtë simbol që në shpashime Skënderbeu dhe që evoluosim gjatë Ismail Qemali dhe shumë generata të adhëtarësh. Dhe të jetë ky 28 nëntor në dëshmisë nga darja geografike nuk e dofson lidhjen tonë shpirtërore, dhe të drejtohemi me respekt të gjithë dëshmorëve të kombit që derën gjakun për ta mbajtur larg flamurin tonë. Të dashur bashkëdhëtar, motra dhe vëllezër, shqiptar nga të gjitha trojet e time shqiptare, nga ky qytet i bukur i Lindësit, ku zemrat tuaja rrahin me mallin dhe krenerin për atë dheu, uroj me përzemërsi të gjithë juve, familjet tuaja, të gjithë shqiptarët kudo që janë. Edhe pse jemi larg dhe trungët tonë, forca e flamurit Kuqezi na bashkon dhe na bën një. Sot nuk kremtojmë ne thjesht një datë, ne kremtojmë një akt sublim që ndryshoj përgjithmonë fatet e një populli. Shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorën e bekuar me 28 nëntor të vitit 1912. Historia e popullit shqiptar është një sagë e gjatë qëndrese dhe ky frymëzim nuk u shua kurrë. 86 vjet pas Vlorës, me 28 nëntor të vitit 1998, shkëlqimi i kësaj date ndriçoi një tjetër skenë heroizmi, Kosovën në flok lufte për liri. Çdo festë me të gjitha festat kombëtare në rrethana lufte mishëron kuptimin e lirisë. Kujtojmë me emocionet e veçanta dhe 28 nëntorin e vitit 1955, 7 vjetorin e lindjes së komandantit legjendar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Adem Jasharit, dhe 28 vjetorin e paraqitjes së parë publike të qytetit në Llaush të Skënderbeu. Si e dini si gazetarët të përcjellur zhvillimet tona në zonat e luftës, kujtojmë me emocionet e veçanta se si 28 nëntor i vitit 1998 u kremtua si simbol i unitetit dhe rezistencës gjatë luftës së ushtrisë shërimtare të Kosovës. Luftëtarët e lirisë nga gjitha trojet etnike shqiptare dhe nga diaspora dhe popullata civile ishin dëshmi e patjetërsueshme e vullnetit të jashtëzakonshëm për liri dhe bashkim me trungun kombëtar. 28 nëntor i vitit 98 ishte një betim lirie i veshur me uniformën e OGK-s dhe me thirrje për bashkim rreth luftës për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Pikërisht me 28 nëntor të vitit 98, flamurin kombëtar u mbajt lart
me heroizëm në malit e Drenicës, të Lapushës, të Pashtrikit, të Dugacinit, Lapit, Bullakut, Shalës, Jezeshit, Karadakut dhe në çdo vit fronti ku ushtria qytetare e Kosovës po shkruante historinë tonë të re kombëtare. Kemi disa fotografi në një moment, në një mod shumë të ftohtë, me 28 nëntor të vitit 98 në varmalit e Berishës, në devijak të Lypjanit, jo shumë larg selisë së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë qytetare të Kosovës, bashkë me kamaramanin e Bazeka, ishin dëshmitarë të historisë që po ndodhte, vërtet u kremtuar në mënyrë të veçantë. Një luftar shqiptar nga Trepoja, komandant Tahir Sinani, kishte organizuar njësi speciale të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s duke përzgjedhur ushtarët më të mirë për të organizuar paradën ushtarake të UÇK-s në ndërim të festës kombëtare 28 nëntorit. Zëvendësi i UÇK-s Jakub Lasiçi e bëri të qartë mesazhin e popullit tonë. Rruga e lirisë është e hapur dhe ajo nuk ka kthim mbrapa. Dokumentaren e realizuar me këtë rast për territorin shqiptar e pagzuar ushtria në Flamur. Dhe disa ditë më pas, po shënonim edhe ndrimin e motëve në kohë lufte. Viti i ri në linjën e parë ishte dokumentari televiziv që realizuar me 31 dhjetor 98 dhe 1 janar të vitit 99, duke sjellë imazhe dhe deklaratat e ushtarëve në mbrojtjet e vijave të frontit dhe krenarinë e familjet të dëshmorëve që rënë për liri dhe pavarësinë e Kosovës. Ndrimin e motëve e shënon me besimin se viti i ri 99 do të shënonte vitin e fitores përfundimtare. Të dashur motra dhe vëllezër, ju ishit shtylla kurrizore e luftës për liri. Liria nuk fitohet vetëm me armë, por edhe me përkrahjen ekonomike, diplomatike dhe shpirtërore. Angazhimi juaj për Kosovën e ka mbajtur gjallë rezistencën për vite me radhë dhe tani në këtë çast vendimtar bota duhet ta dëgjojë zërin e një populli të bashkuar. Diaspora është ambasada jonë e vërtetë dhe ju ishit ushtarë tanë në fushën e betejës ndërkombëtare për çlimin e Kosovës. Të dashur bashkëdhëtar, motra dhe vëllezër, fal luftës së UÇK-s ndodhi mrekullia. Në qershor të vitit 99, fal gjakut të mira dëshmorëve dhe martirëve të lirisë dhe ndihmës së NATO-s, Kosova u çlirua dhe këmba okupatore serb përfundimisht u largua nga DHU. Kështu realizuar ëndra shumë shekullore e popullit tonë dhe festa jonë kombëtare për herë të parë në liri, ashtu si ka hije u shënua me 28 nëntor të vitit 1999 përmes manifestimit gjithëkombëtar në prekazin legjendar dhe Akademia Solemne në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Kam qenë dëshmitar edhe këndimit solemn të festës së flamurit kombëtar në prekazin e Rrejt dhe në Prishtinë e Lirë në 28 nëntor të vitit 1999. Impozant ishte kërtimi madhështor i festës kombëtare me 28 nëntor në Prekaz, u përveç drejtuesve të Shqipërisë së Përkohshme të Kosovës në krye Mashim Thaçin me pjesë edhe përfaqësues nga shteti Am, Shqipëria, pastaj liderët e shqiptarëve në Maqedonia, verior në krye Muharrem Xhaferi, si dhe liderët të tjerë të ishte tjera etnike shqiptare. Rrugtimi drejt lirisë dëshmoi finalizimin e tij madhështor, kur me 17 shkurt të vitit 2008 u shpall pavarësia e shtetit të Kosovës. Ajo shpallje e drejtuar nga liderët e dalë nga lufta, në mes të cilëve kryeministri Hashim Thaçi, i cili e lexoi solemnisht botërisht deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Ai ishte figura kryesore politike që lexoi dhe shpalli aktin e pavarësisë së Kosovës në kuvendin e Kosovës. Pavarësia e Kosovës ishte përmbushja e ëndrës së çdo realizaci e vënë në jetë me vullnetin e popullit sovran. Kështu fryma në 28 nëntor të vitit 1912 gjeti materializimin e saj në krijimin e shtetit të dytë shqiptar në Ballkan. Pavarësia e Kosovës kishte një rëndësi themelore për të gjithë shqiptarët edhe për ju në diasporë, duke shënuar jo vetëm realizimin e një ëndre shekullore kombëtare, por edhe një forcim të identitetit dhe krenarisë së tyre jashtë adhelët. Për mërgëntarët tanë të shpëndoren anëmor botës, ky akti i sovranitetit u kthye në një bërim të ripërcaktimit dhe lidhjes me vendlindjen, duke dhënë fund pasigurisë politike dhe duke ofruar një status të ri politik dhe kulturor dhe diplomatik.
Sot pra, si dini, kemi dy shtetet e lira të pavarura dhe sovrane, Shqipërinë dhe Kosovën, të cilat ulën kurorën e tyre të derit mbi themelin e vendosur në vitin 113 vite më parë. Mirë për në vend se ata që hoqë luftën për liri dhe që shpallën pavarësinë e Kosovës të jetë të lirë dhe të vazhdojnë me tenë për konsolidimin e shtetit sovran dhe demokratik të Kosovës, jashtë Zoti Thaçi me bashkëpunëtorët e tij dhe bashkëpunëtorët e tij Kadri Veselin, Jakub Kastiqin dhe Recep Selimin, që mëse 5 vite gjendën në bankën e akuzuar në Hagë. Në vend që drejtësia ndërkombëtare të dënoj ata që kanë bërë mbi 400 masakra dhe që kanë vrarë më shumë se 13.500 shqiptarë, duke bërë edhe një genocid shtetëror mbi shqiptarët e Kosovës, për fat e keq pas dosjeve të prokurorisë serbe dhe mbështetjes nga Rusia, po tentohet që të njolloset lufta e pastër e popullit të shqiptarëve të Kosovës që udhëheqën nga ushtria shqiptare e Kosovës. Mi përshpresoj se ky proces maratonik, pas ka hyrë në fazën finale të paraqitjes dinjitoze të dëshmitarëve të ekipit të mbrojtjes, se liderëve tanë do të përfundojnë së shpejti edhe të qenë këta që janë meritorë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës të shpallën të pafajshëm, nga drejtësia ndërkombëtare dhe t'i kthejnë familjet të tyre, t'i kthejnë Kosovës për të ndërtuar shtetin e ri demokratik të Kosovës. Të dashur motra dhe vëllezër, padyshim se festa e flamurit këtu në Lens nuk është një kremtim i zakonshëm, është një betim i vendosmërisë sonë se para vetës si popull kemi shumë obligime që të punojmë për të ardhmen më të lumtur të popullit tonë kudo që gjendet. Në fund të fjalës sime përshëndetje kam këtë mesazh. Punoni për vendin tuaj, për Kosovën, për Iliritën, për Kosovën lindore, për Krajën, Ulçinin, Tivarin, punoni për Shqipërinë. Rreti fëmijët tuaj me gjuhën e ëmbël shqipe, me historinë tonë të lavdishme dhe me kulturën tonë të pasur. Ruajeni identitetin kombëtar, si u dëshmua dhe në këtë manifestim tuaj, me programin që e paraqitet, dhe konsideroj se ju jeni ambasador të denjë të kombit tonë këtu në Austri, dhe të forcojmë kurat të tjese dhe të punojmë për një ardhme ku dy shtetet tona, Shqipëria dhe Kosova, të jenë pjesë e denjë e havyllës së madhe evropiane. Gëzuar festa flamurit, lavdit të rëvërin për liri, Zoti bekov Shqipërinë, Zoti bekov Kosovën, Zoti ju bekovti që dhe ju bekovti që të qëtë. Falënderit shumë nderuari musafir, Nuhi Bitviçi, gazetari më i njohur. Po e shihni përpara meje këtu dhe përpara jush kemi një libër gjigant, të cilën ne e kemi marrë në promovim kur zoti Bitviçi ka qenë këtu në Linz, ndërsa sot e kemi sjellur prapë për ju një libër i cili flet për akademik Gazmend Zajmin, dhe autori ka menduar që sot këtë libër ta sjell edhe një herë këtu në Linz për ata të cilët janë të interesuar të lejnë ta marrin. Kush është Gazmend Zajmi, ne do të sjellim disa informacione për ju të cilët nuk e dini. Ai padyshim ishte një ndër figurat më të shquar dhe më të guximshme intelektuale politike shqiptare në Kosovë. Akademik Gazmend Zajmi padyshim ishte intelektual me kuptimin e plotë të fjalës, me vlera të veçanta si profesor universitar, si udhëheqës i Universitetit të Prishtinës, i Akademisë dhe Shkencave dhe Arteve të Kosovës, anëtar i parë nga Kosova i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve, intelektual në shërbim të plotë të interesave të vendit në vazhdimsi. Ai sidomos në rrethana të vështira dëshmoi aftësitë e tij profesionale, juridike dhe politike, si dhe guximin e duhur për të argumentuar shkencërisht të drejtën e popullit shqiptar të Kosovës për vetëvendosje, për shtet të pavarur dhe sovran. Akademik Gazmend Zajmi, duke qenë antar i parë nga Kosova i Akademisë Evropiane të Shkencave dhe Arteve me sedinë në Salzburg. Ka marrë pjesë në mënyrë aktive në shumë konferenca, simpoziume dhe tryeza shkencore që janë mbajtur në Salzburg, në Vjenë dhe në vende tjera evropiane. Kontributi i tij si akademik përmes kumtesave të tij shkencore ishte i jashtëzakonshëm, veçmas në argumentimin e të drejtës së popullit shqiptar të Kosovës për shtet të pavarur.
Pra libri nga Zmen Zajni, Një jetë për Kosovën, mund ta merrni kurse autori mund t'ua nënshkruaj atë me shumë kënaqësi dhe me respekt. Dhe krejt në fund kemi një film dokumentar, diku 15 minuta, ju kërkoj që bëni durim edhe pak, një dokumentar të punuar si autor pra vetë gazetari Muhin Bytyqi, të titulluar Shkolla e Maleve. Prandaj juftoj që ta përcjellim këtë film dokumentar dhe pastaj edhe jemi në përmbyllje të programit. Lulus pak cilësi, ta përcjellim filmin me vëmendje. Dalë banka, shumë shkolla në Kosovë, madje në shumë kate, shumë nxënës në Kosovë, në shtëpi private. Drita jonë është liria, e presim me padurim, në aromë të saj të dehëm, deri në amshe. Në 23 gusht të vitit 1998, forca serbe ndërmorën një aksion mjaft të ashpër për ta liruar grupin e pushtike të cila ishte në kontrollin e mbështetjes shkrimtarit të Kosovës. Ishte një mëngjes, një natë e vërër, një mëngjes me kohë të mjegut që nuk shihej asgjë, vetëm kur kanë filluar granatimet mbi fshat nga artilleria. Domethënë atëherë ka kuptuar fshati qytetarët se janë të rrethuar. Si pasojë e gjithë këtij aktiviteti ushtarak, sa artilleria ushtarake serbe në gjithë banorët e fshatit Kishmarek dhe fshatat e rreth ndërtuan të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të zhvendosën në molin të Berishit për shkak të sigurisë paksa të madhe. Ka qenë një përjetim shumë i keq. Se kishëm shumë pikë, kishë bombardime. Na si prind zboshur me fëmijët e tanë, i përjetum shumë keq, që nuk dishme ka të jamojnë si të mbrohemi me fëmijët e tanë. Që ndjenja e pasigurisë të frikës transmetohet kështu, edhe prej prindve, edhe prej të rritënve. Edhe pse ata kanë deshë me mshef, si fakt, mirë po në nivel kështu padideshëm, subkoshient, emocioni transmetohet fëmija. Fëmijët që nga fillimi i masakrës së parë në Bikoshan, Qires, në Prekaz, kishin parë incizimet e vera, fotografi që ishin dhënë në televizion, në gazeta, mënyrat e vrasjes të njerëzve, edhe kishin krijuar një bindje, një ide se serbët sapo të vinë do t'i vrasin dhe ata në mënyrë mizore. Pastaj ishte një të kohë ishte edhe masakra që u bë në familjen Deliu, në Avri, edhe ato publikuan disa fotografi të bëra nga një, nëse s'gabojnë nga një gazetar amerikan. Edhe ato i parë, dhe ato ishte mitër me zë familjes edhe një fëmijë 2 vjeçar. Dhe me thonë, fëmijët kishin marrë një frikë të palargueshme nga vëvretja se po në serbet ata do të rjetonin një njëjtin fat të mërshëm. Mija u sjećena për najlanësit. Një tëtë Ramadan Gora e kish pas, kemi luë futbol, Gora me sklasve, e një jote. Një prej ideatorëve ka qenë Ramadan Gora, jep si ide fillimit shkollës
Ideja ka ardhur shkolla se pi përvoje se luftës që e bën në Francione, i kom parë tu ata çtu kanë vepru. Qash kanë qenë njerëz vullnetarë, qash kanë pas dëshirë me ardhë me punu, se kanë ditë që përfitime nuk dhe të ketë aty. Nuk kemi pas metën, është dash me mot ose me bishtin e sopates, ose me mot me plam, ose me shumë tokë, e me mot me hapa. Bare me krasu dimensione që më në ndonë të manë si një shkollë e improvizume. Se përfaqja e shkollës ka qenë 92 metra katrore, plus i ka pasur një parahymje, i ka pasur një 10 metra katrore që i bie herë 102 metra katrore. Ishte e vështirë, sepse të mësosh me shkollë në Ilonit pa se pa karrika, pa bonka, pa libra, po megjithatë qëllimi ka qenë që fëmijët të grumbullohen, të zhvillojnë pak loja, muzikë. Kanë qenë dy propozimi po shkolla mëre, dhe propozimi dytë ka qenë mbijetesa dhe shkolla. Edhe kemi vendosur definitivisht që mbijetesa dhe shkolla të jetë një krejë mbi shkrimin e shkollës. Dita e parë kësaj shkolle, ju vetëm nga prindrit, po edhe nga vetë fëmijët u prit me një emocion të veçantë. Ka qenë ndjenje më pashkrueshme e faktit që po vazhdojmë dhe me u shkollu edhe në ato kushte dhe marë. Kur e kom filluar rështimin e porës në Zonca, edhe e kom porë numër ashtë madhë në Zonca, ka qenë përjetimi mirë i këndshëm që edhe këtu po zhvilla ka, po muj ka po zhvillu e mësimi edhe në lukë. Na shton sepse ju do t'jeni barabartë me gjithë mitë e butës, edhe nuk do të ndoheni nga na, pa morë parasysh për nuk. Po si që është ura parë, sot dhe që i përgova se jemi në kushtet e vështira dhe në thoma, është fillimi i vitit 3 shkollor, është në këtë orë dhe të ndojnë gjuhë këntare. Shumë kujtu, shumë ka qenë interesant, shumë një përgjikat me dalë sa ma mirë. Aja ka qenë dita ma e modhe edhe për mua e lumtur që patë mundësi në të hapën në shkollën të edhe ata në zonca të jenë angazhojnë me një shka. Si që dini, klasa e 5 fillon mësimin e matematikës me bashkësit. E dini, keni mësuar edhe në klasat e më pashme për bashkësit. Ma shumë do të përqendrohemi mandej ke fysat, që janë një kapitull shumë i rëndësishëm dhe i kanë shumë për nxënës, me siguri se edhe juve do të pëlqejnë, dhe kështu do ta rrumbullaksojmë një vit shkollor së bashku, sot na lejohet që të punojmë edhe në rrethana ekzistuese. A ka për juve dhe djeni që në recitot dhe livjerë? Dhëra, nëse se jam i dashur për festën të ndësot, me lule shumë gjyshe, i kemi nduar plot, të sjellin dhurat me dashurit e të lirë, nëse se jam i dashur, nëse se jam e mirë. Po, më kujtohet mësimi i parë ka qenë një poezi me titull Bërbuqja. Bërbuqja, me faqet kuqe i ka privaca së ndonë të kuqeshtë. Isha e vogël, merë dhurada, së dashë një prit dhurad për me marrë diçka për vete. Atëherë kujtoj si mora një parë puca edhe një parë pantolla që më bënen shumë t'jumëtur. Edhe pikrisht e paramar atë për shkak se ishte koha kur fëmijët ishin edhe të zgastur edhe të steshur, prandaj një gëzim për fëmijët është po ta kenë një veshje ose një mbatje, sikur Bërbuqja me sandalet kuqe që e ka blerë babaj. Desë do të vën edhe dhe pa me këmë pasë. Se s'këm pasë veç që kështi kam që dhe pa dhe këpuc i këmë basë mi kanë ratët në Terezës këshin pasë që të e më bon të manë se mësës pa. Po, ka pas një rëndësit veçantë se pushka në shkollë dhe tjerë dhe flek një boj pak një në mondja, pak më drejtu se dojnë në pak më dërë më petan, edhe pse t'jenë ka kushtet në mjatë vështira.
Kosovën më shumë se vetë vetë. E dua me zemër, se jo me hajgarë, sepse jam e lindur nga nëna shqiptare. Ende jam e vogël, ende kam urrit, për Kosovën 13 gishta kam ketë. Me njëherë kemi vretën një relaksimi fëmijëve, një pushim psiqik i fëmijëve, cilë ishin më të afërt me neve, e dëshim shkollën, e dëshim mësuesin. Na ka ikpi atë rutinës ditore, që u dashëm me menu se ja po na vojnë që tash ja po të gjujnë që tash ja ne këna posë me na ikë menën pak për luftës. Pak në qato përjuar që kanë kalu ju që ka pëndohë me luftët, jo që ka pëndohë me njerëzit, por që ka pëndojnë diçka. Kjo shkollë arriti që krejt ato strese, ato momente krizash të njerëzve ti neutralizoj, ti balansoj në një farforme, ti kompenzoj. Edhe gjithë të të kohë e lumëtur për neve, kur ka vazhdu shkolla, kur e dishëm që të nejse të kena më shumë shkollë, edhe na menzës këna pritë me orë dhe e ditë. Kjo shkollë zgjoj korreshtjen dhe interesimin e shumë mediave. Kujtohet momenti kur erë një gazetar në cilësinë e humanistit, ky shuhej rënë kaps edhe pruni një kontingent shumë të madh për banorë, veshmborje, fletore për nxënës libra. Pastaj na kanë përkrahur, na kanë bërë shesh, ajo bësheshe ka qenë jashtëzakonisht me ndikim të mirë të na se na ka ngjall në ndjenjë të shpresës. Momentin që nga Komorani fillonin të vinë media, ndalëshin zgjutjet nga armiku, duke munduar të dëshmonin media dhe bashkësitë ndërkombëtare botës se nuk ka luftime, po atje thjesht po bojnë një teatër. Më me vejmë që e toka ku me karan koka, ku kam gindu me atë ku me mjellë në gurit të tasë. Uroj me gaze me shpes, ku kanë të shirë. Momenti shpërndarjes në aty në materialeve ka qenë momenti më i lumtur. Ai moment ka qenë vërtet rënqetës. Kujtimet mira ka pas vazhdimsi, po që nuk kam zgjallë për faktin që zhvilloheshin luftime të vazhdueshme. Ne ishim duke mbajtur sem. Në Irlandi kam pas fëmijë, 30 zonsa. A besoj qaq për më ka rënë zgabim edhe jam friguar sa që i kum harru në zonësat të ndalë për derës me dalë jashtë. Mirë, por kër e ndalë të dera e elastikit me qyrë në sëronat, ka arruar me në ukseva për zonësat e thash, nëse të të njëse elastiki se këshanë të granote, unë e zina derën, mos fjetë të i për të thash me qëtësu pak pasishtë të qëtësi. Dita me veçantë në shkollën e malit, për mua ka qenë kur jam rikëthy në shkollë. Në fillim kam fillu shkollën dhe pas sa ditësh më është vrar vllau në luftë, vllau dëshmor, Fehmi Kastrati, Dinamitit, dhe unë prej aty pa ta vendosë që mos të shkojmë në shkollë. Ne atë shkuan për ngushëllime, për ta përkrahur atë fëmijë që të mos mërzitet, sepse e mendonin se çka do të thotë për një fëmijë të rritur vllai në moshën 20 vjeçare. Mësuesi im që e kisha në atë kohë Fadil Bajraktari, kishte shtypur poezi për gjithë nxënësit me makinë shkrimi. Dhe në të ka qenë e shkruar poezia Mëmëdheu. Kur nuk e harroj atë poezi, ka qenë Mëmëdheu në përshekuj, vrare prerë po kur vdekur, vrare prerë por vdekur kur lumeni gjaku për flamu. Si nuk humbi pyet i bota, prerë në shpata djegur në topa, jo më jo s'humbet shqiptari e provon qelikun zjarrit. Dhe këto vargje janë ngulitur thellë në mendjen time, se prej aty më jo që do vazhdoj shkollën aty në marë, por nuk do ta ndërpres kur.
Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Unë jam ftuar e gjykatën ndërkombëtare Kërcis në Hall që të shmoj për shkollën dhe për atë periudhë. Edhe tani kur kujtoj atë moment në kjo emision, trupi gjykues pasi janë dalë kandidat, kanë filluar të qajnë nga dëshmitë që kam ofruar, nga fotografitë, nga rapimet, sepse ishin fotografi dhe ishin rapimet vërteta për jetën e qytetarëve të atyre në Bani në kohën e luftës. Ato gjëra që kanë ndodhur, më duket që kanë ndodhur dje. Ndoshta fëmijët e mi mund ta konsiderojnë si një provë. Mirë është në realitet që unë e kam pretur. Kur i menoj tash 20 vjet krejt ato punë që kanë bënë, më shkojnë në qerrje e trupit. Ndoqëm dokumentarin Shkolla e Maleve të autorit Zotrin Nohi Vytyqi, një dokumentar shumë të methanës, dhe ajo që më përqejti më shumë të besoj dhe juve fundi ku tregon se ku ishim dhe ku jemi, shpresoj që edhe më fuqishëm të zhvillohen shtetet tona Republika e Kosovës dhe Shqipërisë, sepse kur këto dy shtete janë të fuqishëm dhe të fortë, padyshim se edhe shqiptarët jashtë kufive do të dihen më të sigurt dhe do të jenë më me shpresë. Prandaj njerit falenderit shumë Zotri Vytyqi për këtë punë, jo vetëm për këtë dokumentar, sepse ne pak ndoshta njohim njerëzit tanë, unë kur hira të kontrolloj dhe të shoh për punën e tij, vërtet u mahnita se kishte aq shumë dokumentare, por një gjë që kam vërejtur te musafiri im është se Zotri Vytyqi punon dhe nuk po fol kë shumë. Dhe nuk ishte nga ata cilët kërkojnë vëmendje, kërkojnë vend edhe punë të pamerituar, por një personalitet që punon në heshtje, por puna e tij shihet nga ata cilët duan ta shohin. Kështu që për gëzime, shëndet edhe shumë punë dhe shumë dokumentare dhe punë ta sjellni neve përsëri. Nuk kam harruar t'i përshëndes edhe arsimtarët që kemi këtu, të cilët vite e vite punojnë në shkollat publike këtu në Austri. Dhe po ashtu nuk kam harruar dhe nuk harroj pa falendëruar edhe Adnan Abdullahun, i cili është përgjegjës
për lidhjen tonë me qytetin, komunën, për gjitha punët, aktivitetit. E kemi një adresë shumë të lehtë, vetëm i shkruajmë nga një SMS dhe pastaj se çka bën kjo është puna e tij, por ne jemi shumë falendërues që e kemi gjithmonë aktiv në këtë çështje, sidomos rreth organizimeve të tilla, kështu që falënderit Zotri Abdullahu. Unë du t'u informoj që me qëllim e kemi, dikush mund thot ishte pavarësia e Shqipërisë, çka kishte bëjë tash me Kosovën, me qëllim e kemi bërë këtë laramani ose këtë bashkim, për arsye se të organizohet një program i madh për pavarësinë e Kosovës që është afër, është vërtet e pamundur. Ne nuk do ta lëmë pavarësinë e Kosovës pa e shënuar, por shpresojmë të bëjmë një konferencë shkencore dhe jemi të bëjmë në atë drejtim. Kështu që edhe një herë t'ju falenderoj për prezencën tuaj, lut Zotin të keni shëndet dhe ta gëzojmë nëntorin muajin e shqiptarëve sot dhe për çdo mot. Dhe tani s'na mbetet tjetër përveç se të pyesim nëse ka dikush të interesuar që ta merr librin dhe autori ta shënon me dorën e tij, në nënshkrimin e tij. Pra çmimi ka qenë 30 euro, ndërsa sot autori ka bërë këtë zbritje vetëm për hir të festave, pra kushton një libër 20 euro. Është një libër shumë interesant, thash ne e kemi marrur me një promovim kur autori ishte këtu në Lens. Nuk kam harruar dhe duhet ta përshëndes dhe ta falenderoj edhe shoqëruesin Zotrin Garipin, shoqëruesin e Zotit Bytyqit nga Vjena. Falenderit për ndihmën dhe lehtësimin që na ke bërë edhe neve, Zoti të shpërblet edhe ty. Dhe në fund, kryetari i xhamisë do të dalë një dhuratë, apo se më shqyqove pak si pas zëre gabim kemi. Një dhuratë, një mirënjohje për musafirin e ftoj dhe Zoti Bytyqit edhe Zotri Ademin që të vinë këtu lartë dhe ta marrin mirënjohjen. Dhe pastaj ata të cilët janë të interesuar për librin, urdhnoni dhe ta merrni atë. Kështu që falenderit nga ana ime, urime festat, Zoti rekon popullin shqiptar, Zoti u ruaj të gjithë dhe falenderit shumë për momentin. Falenderoj edhe një herë musafirin, falenderit edhe juve, shihemi në takimin tjetër.